Në Vlorë thuaj se ka dalë tashmë në dritë projekti Dua të luaj dhe çdo kush mund të shikojë se curia e punimeve po vijon me ritme, ndryshe nga më parë kur ishte pezulluar. Dua të luaj, një investim i cili realizohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe nga Bashkia e Vlorës, do të përmirësojë cilësinë e jetesës, por do të krijojë edhe kushte optimale për edukimin e brezit të ri dhe bashkëveprimin social në komunitet. Pamjet e filmuara nga televizioni 6+1 Vlora këtë të mërkur sjellin pikërisht momente nga ky projekt, ku tashmë janë zbuluar edhe shkallaret që do të shërbejnë si tribuna në këto fusha sporti në lagjen Kushtrimi. Krijimi një hapësire publike me cilësi të lartë dhe kushte gjithëpërfshirëse do të mundësojë rigjallërimin e jetës komunitare dhe konsolidimin e frymës së komunitetit aktiv. Nëpërmjet këtij projekti, Bashkia e Vlorës synon rritjen e mirëqenies së komunitetit dhe dhënien e mundësisë për zhvillimin konjektiv dhe motorik të brezave të rinj. Të ofrojë gjithashtu edhe një hapësirë stimuluese për fëmijët, ku ndërthuren elemente natyrore me facilitete gjithëpërfshirëse dhe do të krijojë kushte të favorshme për bashkëveprim të shëndetshëm në komunitet. Po ashtu, këto fusha do të kenë edhe dhoma zhveshjeje. Projekti po zbatohet kështu në hapësirën e lagjes Kushtrimi, në zona të cilat janë të banuara dhe zonë kjo periferike, një zonë e cila kishte një pronë shtetërore që tashmë do të jetë në funksion të komunitetit. Ndërtimi i këndeve që mundsojnë zhvillimin e aftësive motorike dhe konjektive të fëmijëve të moshave të ndryshme, por edhe rimodelimi apo përmirësimi i këndeve dhe këndeve ekzistuese të degraduara, me qëllim rritjen e aksesit dhe bashkëpunimin me elementet natyror, krijimi infrastrukturave të cilat ndikojnë në sigurinë për grupmoshat 0-14 vjeç, si sinjalistike, infrastrukturë rrugore, bariera ndarëse nga hapësirat urbane rrethuese dhe këndet ekzistuese, janë pjesë e këtij projekti shumë të rëndësishëm që në Vlorë është duke u realizuar në lagjen Kushtrimi. Përfitues do të jenë jo vetëm banorët e zonës.